بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Falëndërime dhe lavdërime qofshin për Allahun xhalla xhelaluhu, atë falenderojmë për t'i falje dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetjet më të përzemërta qofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër, me lejen e Allahu xhalla wa ala, do të vazhdojmë me dersën e javës kaluam që filluam rreth disa çështjeve apo ndikimi që ka agjërimi në besimin e njeriut. Ndikimin që ka agjërimi në besimin e njeriut. Vëllezër, nuk ka më mirë se me i diskutu disa çështje para se me ndodhen apo para se me filluat rituale apo adhurim. Më kujtohet kur kemi qenë studime, kanë qenë disa hoxhallar, mësues në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që mësimet e tyre të rregullta kur vinte koha e haxhit i ndërprenin edhe fillonin me meselet të haxhit. Kur vjen te koha e Ramazanit, fillonin me meselet të Ramazanit. Pse? Se njeriu kur është para një ibadeti, adhurimi që duhet me realizu, është mirë me u ndalë edhe me pa çka ka rreth këtij adhurimi. Çka është meselja në këto çështje? Çfarë mundet me e përfitu besimtari? Se nuk është e udhës, edhe nuk është e udhës, edhe nuk i ka hije muslimanit që me ardhë një sezon e adhurimeve edhe me kalu ajrëndomt. Me kalu muajt e tjerë, ngjashëm qysh e kalon, do më thonë me kalu Ramazanin, ngjashëm qysh i kalon muajt e tjerë. Me ardhë koha e haxhit dhe ditë e Dhulhixhes, edhe me i kalu ngjashëm qysh i kalon ditët e tjera të rëndomta. Besimtari nuk guxon kështu. Për këtë arsye, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë, agjëruesi duhet që dallohet nga të tjerët me agjërimin e tij, me fjalët e tij. Pastaj vazhdon këshilla e tij me një fjalë, thotë, agjëruesi nuk guxon me qenë njëjtë si kur jashtë Ramazanit edhe në Ramazan. A nuk ka njerëz të cilët rëndomt e kalojnë Ramazanin si kur krejt muajt e tjerë? Ka. Ndoshta ka njerëz të cilët edhe agjërojnë, e stopojnë veten e tyre prej ushqimit e pijeve, mirë po në realitet është njëjtë. Sheh raportin e tij me Kur'anin, kërkon nuk është. Sheh raportin e tij me gjuhën e tij, kërkon nuk është. Sheh sjelljet e tij, kërkon nuk është. Do me thonë, vazhdon në rëndom si kur çdo muaj tjetër. E këto o problemi. Na kem nevojë me u dal edhe me pase. Javën e kaluar përmenda se adhurimet, ibadetet që Allahu xhalla wa ala i ka obligu për neve, objektivat e tyre,
urtësitë e tyre janë qarta. Janë qarta. Edhe zaten nuk ka se shtyllat e Islamit krejt objektivat i kanë qarta. Mirë po nuk ka adhurim, nuk ka ibadet, në cilën është qartësu synimi madhështor i tij si kur Ramazani. Nëse e këshirë zekatin, duhesh me hulumtu gjatë për me nxjerr shkakun sepse Allahu xhallahu ala ka ligjësu zekatin. Namazin ashtu, haxhin ashtu. Amo të agjerimi, ja. Të agjerimi direkt. Si të fillon ajeti i parë, prej ajeteve për agjerimin që flet, në fund thot la'allakum tattaqun. Allahu xhalla xjalaluhu e ka obligu agjerimin, e shpjegon urtësinë e tina në mënyrë që jo të afroheni tek Zoti më të pastër, më të mirë. Të afroheni te Allahu xhalla wa ala më të mirë se sa që jeni. E tasht kur besimtari e dëgjon një thirrje të tillë, o ju të cilët keni besu, edhe është interesant kjo pastirma o ju përdoret për larg. Ta keni parasysh, në gjuhën arabe me analizu mirë, ja fulan, o ti që je larg atje. Ama Allahu xhalla wa ala e ka përdor këtë thirrje për ty që të ka afër. Ja ejuhalladhina amanu, o ju besimtar, se Zoti kur i ligjëson adhurimet e tij, Allahu ty don me të pas afër. Allahu xhalla xjalaluhu mallëngjehet për ty. Edhe këtë duhet me pas çdo besimtar në hatër. Allahu xhalla xjalaluhu mallëngjehet për besimtarin. Mallëngjehet me ta dëgju zonin ty. Mallëngjehet me të pa ty duke agjeru. Me një fjalë Allahu don ty afër. Të ka thirrë me thirrjen më të mirë, o ju të cilët keni besu, të cilët jeni afër meje. Të ka thirrë me thirrjen e largët në sens, të pas afër edhe me tregu se ajo me të cilën ty e tani do të obligoj është prej veprave më madhështore. Për këtë arsye, e gjeni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu thot, kur Zoti i ju drejtohet besimtarëve me këtë formë të thirrjes, o ju besimtar, sytë thot, hapi sytë edhe vesh në bëni 4. Se tasht, ose është një urdhër me cilën Allahu xhalla wa ala po don me të nderu, ose është në ndales me cilën prej cilës Allahu po të ndalon. Sahabit që çështë e kanë kuptuar këtë thirrje. Kur Zoti ju drejtohet njerëzve, o ju të cilët keni besu, dijeni mirë se është një vepër madhështore mas kësaj thirrje. Allahu xhalla xjalaluhu në periudhën e Mekës, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka jetuar 2 periudha si pejgamber. Periudha mekase, që është 13 vjeçare, edhe periudha medinase, 10 vjeç. Periudhën e Mekës nuk i ajat o ju besimtar. Periudhën e Mekës ki o ju njerëz, Allahu na dhurone, Allahu njën e një, ata cilët i përfillin urdhrat e Allahut dhe kanë këtë shpërblim, ata cilët ja kthejnë shpinën e kanë këtë dënim, se kanë ndodhur te popujt më herët kështu edhe kështu edhe kështu. Krejt ajetet me kase i trajtojnë çdo temë, në çet formë. Ama kur ka ardhur Medinë, tash më janë nda safat. Krejt thirrjet o ju besimtar janë Medinë. E Allahu xhalla wa ala kur thirr kështu, don ty me të pas afër. O ju besimtar,
ja u kam shkru juve agjerimin. Ja u kam shkru. Juve që atë kam obligu. Po ta kam shkru i të dhe qeku e ki moje. Sa herë kur e lexon Kur'anin, që tu e sheh. Se një diçka kur të obligohet të shkruhet, është më e fuqishme vetëm me të ardhë obligime me kaluan. Ta kam shkru të agjerimin, sikur që ja kësha pashrujt atyre para jush, cila është arsyeja? La'allakum tattaqun. Mënyrë që t'jeni më të mirë, mënyrë që t'jeni devotshëm, se Allahu Gjelle Gjelaluhu ju do kështu. E kjo është shkolla e parë, apo ndikimi i parë që agjerimi e ka të besimtari. Do të thonë, e pastron besimtarin. Prej mësimeve, shifni ajetet e agjerimit nuk janë shumë. Ajetet e agjerimit krejt pak janë. Mirë po, kur ndalesh edhe shikon renditjen e tyre është mahanitëse. Fillon me obligim të agjerimit, qysh i kisha obligu ata që ishin para jush, pastaj vazhdon edhe thot e jeme ma'dudat, kanë ardhë në Shqip e kanë përkthy ditë të numëruara, që qështu në këtë formë, ditë të numëruara, ama ma'dudat a i bjen të numëruara? Ja. Me këshyr fell kuptimin e kësaj fjale, nuk është veç ditë të numëruara. Çka thot Allahu Gjelle wa Ala për Jusufin kër e kanë ble ata udhëtar që në kanë të kaluan kër e kanë gjetë të pusi? Wa sharawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda. E kanë ble thot me një çmim shumë të ullt, të pakt, me një çmim të vogël, me një çmim të pakt. Edhe për këtë arsye Allahu Gjelle wa Ala të ditët e agjerimit e ka përdor të njëjtën formë. Ka thonë ejamën ma'dudat. Janë ditë të pakta, jo ditë të numëruara. Edhe zakonisht tash që kjo shpreja të numëruara hyn te e pakta, se e pakta numërohet. Është e qartë, mirë po Allahu Gjelle wa Ala po don me thonë ty se janë ditë të pakta, e ke kujdes, mos i neglizho ato. A keni pa në fund Ramazanit, nëse flet me dikon, a ka nejkush që agjeron hakikat, edhe thot në fund Ramazanit, shqyqër bre që o kryse o ladhën, gatë. A keni nejkon qëtu të thona? Kur se një. Në fund Ramazanit, kur kërkon nuk e një të thonë, u ladhën besedit shumë. Ja, thot, shkoj qelem shel syt. Do të thonë këtë formë të muhabetit e kijet njerëz. Sa shpejt shkoj, ati shkon krejt kuha Ramazan, ati shkon kështu. E për këto, Allahu Gjelle Wala ka përdojnë këtë formë. Pastaj vazhdojnë ajetet e agjerimit, edhe të regojnë se pse Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bo këtë muaj madhështor. Pse Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë muaj e dalloj prej muajve të tjerë. Çka është ajo gjë? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Çështu ka thonë. Allahu Gjelle Wala krijon çka don, edhe dallon dikon prej dikujt tjetër. Diçka prej një diçkaje tjetër. E Allahu Gjelle Wala muajin e Ramazanit e ka dallu. Pse? Çka ndodhi në Ramazan që Zoti këtij muaji ja dha kaq vlerën e madhe. Në studim atje kur folshëm për shembull për vlerën e ndonjë libri, tash kur folshëm fjala bjen për një koment të librit Muwatta'it, Imam Malikut rahimahullah, ose Sahih Buhariut, tash na vjen që neve më bëni pasqyr njoftuese për atë libër. Çka thëshëm? Kur folshëm për pozitën e librit, thëshëm se pozita e librit e merr vlerën edhe pozitën e saj prej librit bazë që është duke komentu. Se tash kur një libër është koment i Sahihut Buhariut,
ai automatikisht qatë vlerë edhe qatë pozit e ka morë prej bazës. Tash agjerimi i muajit Ramazanit, pse e ka morë këtë pozit ka shtë madhe? E ka morë se në këtë muaj ka zbrit kushtetuta e njerëzimit, kushtetuta e muslimanëve. Edhe thot shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazanit është muaj në cilin ka zbrit Kur'ani. Edhe mu për këtë arsye i gjen dietarët e hershëm, dietarët e selefit, i gjen se këtë muaj nuk kanë flejt. Këtë muaj ndryshe kanë prit. Sa mexhlisi i dijes, sa takimi i madh i tyre, kur ka ardhur muaji Ramazanit, çka kosan i kanë mshil. Veç me Kur'an. Sa është muaji i Kur'anit. Është muaj që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka zbrit këtë dritë njerëzimi. E për këtë arsye vëllezër, Kur'ani bile spaku po thënë. Se Ibn Mes'udi radiallahu ta'ala anhu thot, nëse Kur'ani nuk bëhet hatme një herë në mujt, ki hise të ata cilët Allahu Gjelle pejgamberi është angu për ta. Ki hise të ata që thot inna le qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Populli jam njerëz të mi e morën këtë Kur'an edhe që me thonë e bojkotun. Ki hisin që të ajet. Nëse s'bëhet hatme një herë në mujt. Ama na e dim ta shush është situata e jonë. Po bile në Ramazan vëllezër, që ata mushafa çka janë në rafta e që i kanë mbulu pluni, jek janë i pluni në Ramazan. Jek ka pluni në Ramazan. Djek e profa driton Arifin Smir, edhe përmeni një sen që subhanallah ka njëherë në kalojmë në për to edhe së ndalesh me meditu mirë. O vëllezër, në kohën e Uthmanit radiallahu ta'ala anhu, sa mushafa jenë konë? Sa mushafa jenë konë të muslimant? Që na këto si mesele e trajtojmë, a jenë konë 6, a jenë konë 7. Disa kanë thënë 7, një ka me të Uthmani, tjerë janë shpërndana për vende islame. Hajde të zonë 7. A me kuptoni, një nahi komplet, Shami komplet një kopje, Iraki komplet një kopje, jo më shumë. Wallahi që ta mund dalen e me analizu mirë që kjo zemrën të dridhë. Një kopje të Kur'anit, ama e ka njetu Kur'anin. E nashta 7 kopje të Kur'anit, se cili sot i ka në për shpijat vetat. I ka drejtu dhe i ka palu në raftë. E shef në vëllezër dallimin, veç më ndalë me meditu që gjendje pasha Zotin mjafta. 7 kopje në konën. Një nahi, një on, një shtet, me thonë kështu, e ka pas një mushaf. Amo i gjenë senet çuditshme të ata. E gjenë ata e ka bo hatme që ka qëherë. E gjenë atjetërën ka bo hatme që ka qëherë. E gjenë ato për kushtimi ti me Kur'anin që ka qëherë. Vëllezër, ata e kanë jetësu këtë libër. E nësë së në lexojmë. E le më me jetësu. Për këtë arsye besimdari, kur vjen muaji i Ramazanit, duhet me u këfjell. Me u këndell një herë për gjithmonë. Dhe ka dalë se qëtë muaj Allahu Gjelle Gjelaluhu ka vendos që mua me nxjerr prej errësirave të devijimit në dritën e besimit. O Zot, këthir mua me reflektu. One tani kam vendos me lejen tënde që me konë kështu edhe kështu që Ramazan. Me i vendos projektet e tua. Nuk po thomë mësë me vizitu një tjetrin. Duhet. Mirë po, le t'jetë një pjesë e jotja ditës tënde që lidhesh me Allahun Gjelle Gjelaluhu përveç agjërimit. Leximi i Kur'anit, dhikri Allahu Gjelle wa Ala, e kështu me radhë. Pastaj, mas këtij ajeti, Allahu Gjelle Gjelaluhu flet për duan.
Mas ajetet, janë ajetet meselet e agjërimit, kush e ka të lejune, kush e ka të lejune, nuk po du me hinë këtoj mesele, se janë që duhet më trajtu në fushën e fiqhut. Mirë po më intereson veç renditja e ajeteve, forma se qysh Allahu Gjelle wa Ala i ka sjell ato. Mas ajetet që flet për Kur'anin, se Ramazan është muaji i Kur'anit, edhe vlera e këtij muaji automatikisht është marrë për shkakun se Allahu e ka zbrit këtë kushtetut këtë muaj. Vazhdojnë ajetet e duas. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Kur pyesin robërit e mi për mu, unë jam afër tyre. Ju përgjigjem çdo secilit atëherë kur më thret mu. Atëherë kur ai më lutet. Kthejme pak çto. Pastaj vazhdon Allahu thot uhilla lakum lejlet as-siyami ar-rafathu. Vazhdojnë ajetet të cilat flasin se agjerimi çish do të me fillu. Kur është fillimi i ditës edhe kur është përfundimi i ditës. Ulemoja e Kur'anit, komentatorët e Kur'anit, kur kanë folë për në tefsir e kanë edhe një mesele që trajtojnë, i thonë ilmu el-munasabat. Ilmu el-munasabat, që i bie kontekstet e ajeteve, lidhshmëria e ajeteve. Që ka të bëj, tash për shembull shef ajetet janë të folë për agjërimin, Allahu Gjelle wa Ala është në mes tyre një ajet për lutjen. Atje janë të folë ajetet për shkurorëzimin, Allahu Gjelle wa Ala në midis shkurorëzimit është një ajet për kujdesin ndaj namazit. Çfarë lidhshmërie kanë çetoj, çfarë munasabeti kanë? Atje tek ajetet e shkurorëzimit, divorcit, Allahu Gjelle wa Ala e ka shtien mes tyre ajetën e namazit, hafidhu ala salawati was salati al-wusta, keni kujdes për namazet, po saqërisht për namazin e iqindis, sipas mendimit shumicës dietarëve, kanë thonë në ulemoja se prej gjërave më problematike në dynjë tek njeriu janë problemet e tij me gruan e tij. Problemet e tij në familje. Megjithatë, Allahu Gjelle wa Ala të kanë nxit me u fal edhe me u kujdes për namazin, se namazi është zgjidhje e çdo problemi. A është e qartë? Për këtë arsye ka shti këtë ajet në midis. Tash tek duaja, çfarë munasebeti ka duaja në ajetet e agjërimit? Kanë thonë, njeriu më afër Allahu Gjelle wa Ala është kur ai është i përkushtu në adhurim. Këtë rast, kur njeri është agjërushëm. Se Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur vjen nota e parë e Ramazanit, hapen dyert e xhenetit. Mbyllen dyert e xhenemit. Prangosen djajt. Me njëherë që to, Allahu ta ka hapë derën e mundësive për adhurim. Ta shka ki nevoj me e pengu ushqimin, me endalu pijen, me endalu edhe epshin tonë, shpethon dëshirën se cilit që e ka, në çdo i marrëdhënë që e ka për intimitet. Kur njeriu e ka armikun e shpethonën të lidhur, shejtanin. Kur veten e vet e ka stopu prej këtyre gjërave, barkun e tij ka zbrazur, mendjen e tij e ka të përkushtuar në adhurim, Allahu Gjelle wa Ala tash thot: O Muhammed, kur të pyesin robërit e mi për mua, unë jam afër tyre, i përgjigjem atyre kur ata më lutën. E përgjigja që Allahu Gjelle wa Ala ja bën robit është më e shpejt kur është i përkushtuar se sa kur njeri është do ta flet. Kur njeri u drejtohet para Allahu Gjelle wa Ala me përkushtim edhe për ulje, e nuk ka për ulje më të madhe se kur është agjërushëm. E ka thyrë nefsin e vet. Ka dale se tash është një kohë kur ti duhesh me mngu. I përkushtuar i lutet Allahu Gjelle wa Ala, unë jam afër tyre dhe tash t'i përgjigjem atyre.
E shifni lidhjen e ajeteve që kanë përmendur ulemoja. Në Kur'an s'ka diçka rastësisht. Pasha Allahin, Kur'ani është libër i çuditshëm. Sa herë kur e lexon vetë gjon diçka të reja, zbulon. Për këtë arsye i shef komentet e Kur'anit vazhdimisht janë. Jo me thonë ka përfundu komenti i Kur'anit, dietarët e hershëm kanë përfunduar dhe u kry muhabeti. Ja. Secili që vjen me diçka të re. Ato e gjen në gjuhë, këtë qetrin e gjen këtu, ato e gjen këtu. Unë sot isha të ngu një hoxh të Siris, një pyetje interesant ju kishë drejtua, mufti e Siris tash kjo është, ju ka drejtu një pyetje, pse nuk bën krejt me dhejbet me diven? Krejt me dhejbet juridike me u bo bashk, edhe me u bo një me dhejb. A e përmen një sen interesant, tha nëse pretendoni kështu atëra bon 5, nuk mbeten 4, se nuk zhduken ato. Mirë po mledhen bohen 5. Mirë po, nëse ndalesh prej rahmetit Allahut Gjelle Gjelaluhu është interesant. Ajetet që kanë të bëjnë me çështjet e njësimit Zotit, me njëshmërin e tij. Në asnjë ajet nuk ka, po flasim nëse komentohen drejt, në asnjë ajet nuk ka hapësirë për me ardhi dikush me thonën se kjo e ka këtë kuptim edhe këtë kuptim. S'ka, ato janë drejt, janë qarta. Meselet e tauhidit janë qarta. Se nuk ka mundësi Allahu me të kërku diçka ty që me adhuruti ata edhe më kone pa qartë. La ilaha illallah nuk mund me thonë dikush ndryshe vetë se që i koment që është. S'ka zot tjetër përveç ti që mëriton adhurim. U kry muhabeti. Ndërsa ajetet të cilat kanë hapësirë për interpretime janë ajetet e jurisprudencës islame. Për këto kanë thonë në ulemoja, bashkimi i ulemove për ndaj mesele është hujjetun qatia, është argument i prejnë që zbën ti me lëviz ndryshe. Ndërsa mos pajtimi i tyre në meselet fiqhut është rahmetun wasi'a. Është rahmet i Allahut Gjelle Gjelalu për këtë ummet. Shifneni, pastaj meselet e fiqhut vazhdimisht kanë shmefonën rifreskohen, ndodhi diçka e re ka nevojë për trajtim, ndodhi diçka e re ka nevojë për trajtim. Shefni Allahu Gjelle wa ala këtë libër e kalon të tillë. E tash që ky libër ka zbrit në Ramazan. Çka thoni vëllazër? Ai ka hije muslimanit me hije në për rrjetet sociale. E me u rrok, e me u përlatën në internet e Facebook, e ku janë këti senet. A i ka hije në muslimonit? Pasha Zotin, e kam thonë edhe thamë, nuk është dije ajo që shpërndohen në TikTok, në Facebook, në ato. Së mundet gjemati më duku, feja së mirët me që se farë të shkurët. Oke, mundet diçka më konë që e nëzit për të mirë, e nëzit për ne adhurim sene vene. Amo problematikat, meselet, fyrjet, sharjet, ja. Nëse nashta krejt vitin e gatë, je konë që to në Ramazan, msheli me ato, i bekune, msheli, tak, edhe lidhë me Allahun Gjelle Gjelalu. Lidhë me, unë nëzosave të mi, të Kur'anit ju thonë gjithmonë, nëse Kur'anit, freke kom pas në nëzosë dhe kom lërku. është i prekupun me dëpune, ka një biznes, edhe tash Kur'an kënon me muhe rrugës kur të është. Allahu gjësa e mësova se në vene. Kur'ani ka nevoj, jo ka nevoj, po duhet me jadhon kohën ma fisnike që këti. Qatë moment, kur e konsideron Kur'anin pun dorës dytë, dije që Kur'ani është krenar, nuk të vjen ty. Kur'ani ka një krenari interesant, po thëmë këtë formë. Kur'ani nuk pranon ti me e trajtuen si kur e trajton WhatsAppin e atjetër. Nuk ka mundësi ti me gjejtë rahatin në Kur'an nëse e trajton rëndom si çdo gjë tjetër. Kur'ani është aziz, edhe nuk t'jip e tyje vetë se nëse ja jep kohën më të pasër tonën që e ki. Për këtë arsye, i gjen ulemohen që ata që mirë me Kur'an flasin,
koha më e mirë e leximit Kuranit është mas sabahit, natën, mas sabahit, pse se jema i kfjellt, jema rahat, ma i përkushtuar. E tash krej që të mundësi i kinë që të mujtë Ramazan. Ramazani prej seneve që e mbjell të njeriu, është vëllezër se njeriu shme thonë e menaxhon apo e strukturon jetën e tij. Nuk besoj që më herët njerëzit kanë jetu ma të koordinuar se sa që jetojnë tash. Ma pa strukturë se sa që jetojnë tash, ma pa renditje se që jetojnë tash, nuk besoj që kanë jetu më herët. Pse se? Rrjetet sociale si në konë, e ke ditë natën natë, ditën ditë, kera heret, jes gjunë sabah, komplet normal e konë. Sot, sa njeri, nësë një hoxëllar, besoni vëllezër, nuk ndodhë ditë që nuk drejtohet dikush që kam problem me që rregullim të ankthit. Edhe menojnë që zgjidhja është hoxha më njëherë. Pse? Veç pak me pyet çysh je me xhom, ai thotë ton notë nuk flej. Po mirë be vllati, çysh po don më drejtuan ti? Çysh po don që ti komplet çat sistem që Allahu xhalla wala ka thonë waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Notën e kemi bërë rahati dhe qetësi, e ditën e kemi bërë për gjallënim, ti komplet e ke çorientuar. Ka po fryti Allahu xhalla wala me dhon bereqet. E Ramazani vjen për me ta strukturu qëta. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Hani dhe pini deri në këtë kohë. U kryma, stop, s'ki drejt me hongën. As ka me donë kafe, as ka me donë në përneja, ja. Deri kur? Deri në mbrëmje, deri kur përëndon dielli. Shefne që strukturan? Ta sheshe e kom men më agjëruan, a ka migra dhe më sëfyrit? Ja. Ramazani është me derese që të kalit se qysh duhësht ti me jetu. Edhe kjo është shumë më rëndësi me kuptuar për këtë muaj. Çështja tjetër, a di të përmena pak, Allahu Gjelle wa Ala përmes Ramazanit do me ngrit edhe me nxit tek njerëzit shpirtin e vllazërisë mes tyre. Edhe Zotën kuptoj mrena argumente pak si thellë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Agjerimin fillon me këtë kohë edhe përfundon me këtë kohë. Agjeroni kur njerëzit agjerojnë, prishneni kur njerëzit prishin. Ska i pasuri, i varfëri, aj, ja, krejt e kanë një trajtim njëjtë. E ngrit shpirtin e vllaznillakut. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kështu ka thënë Allahu Kur'an. Kështu ju kemi bërë juve një umet. Krejt njëjtë. Fillojmë bashkë edhe përfundojmë bashkë. Pastaj agjërimi vëllezër është shkollë e cila e pastron shpirtin e njerëzit. E pastron ata. Çdo send 5 shaka e largon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë pyet për atë i cili nuk ka mundësi me u martu, çka ka thonë? Ja ma'shara ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. O ju djem të ri, kush ka mundësi me u martu, le të martohet. Kush ka mundësi, çka bëvo? Kush ka mundësi me u martu, le të agjeron. Pse sa e ruan prej veprave të pesta. Edhe është një rregull kisha pas qef që to me kuptu mirë ju. Ulemoja kam përmend edhe subhanallahu kur I lexon argumentet, kërcënimet e Allahu xhelle wala për dënim,
e përshpërblim krejt rreth çti rregull e sillen. Thonë, sa më i madh që është faktori i cili të shtyen ka e keqja, aq më i madh është edhe shpërbëlimi nëse e braktis atë. Sa më i madh të jetë faktori i cili të shtyen nga e keqja, aq më i madh është shpërblimi nëse ti e braktis atë. Nëse njeriu ka nevojë për martesë, epshi i tij nuk është sigur epshi i plakut. Mirë po në qëtë kohë e stopon veten e tij edhe agjeron, shpërblimi për ta shumë i madh. Të njëjtën kohë kanë thonë, gjithashtu sa më i vogël të jetë faktori i cili të shtyn ka e keqja, aq më i madh është edhe dënimi nëse vepron atë. Shembull, a nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 lloje njerëzish Allahu xhelle wa ala në ditën e kiametit nuk do t'ju flet, as nuk do t'i shikon ata, edhe për ta ka dënim dhëmshëm. Prej tyre ka përmend edhe plakun zinaçar. Allah e na rujt. Plakun zinaçar. Epshi i triu dallon prej epshit plak. Kur ai me krejt këtë dobësi që e ka, edhe e hu perdën e marrës, edhe vepron një gjatë tillë prej të dënimin e Allahu xhelle wa ala. Të njëjtin hadith edhe thot el-ailu al-mustakbir, i varfër i mendje madh. Është mirë ajetet e Kur'anit, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithmonë kam thonë duhet me pas kujdes mos me i kalu rëndëmt. Munol me lexu mes rreshtave tyre. Që të argumente sa herë na kalojnë për to. A më shifni vëllezër, që kjo rregull ty e sqaron çdo sen. Që kjo rregull ty e sqaron çdo sen. Pastaj përveç saj, agjerimi njeriu e edukon që me pas kujdes për fjalët që i flet. Me pas kujdes për gjuhën e tij. Sa njeri agjeron, edhe nuk ka hisën agjerimin e tij përveç uritjes edhe ejtjes. Men lem yeda qawl az-zuri wala amala bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Çu ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kurse lën fjalët e pista, edhe të punuarit me to, Allahu xhelle wa ala nuk ka nevojë për agjerimin e tij. Allahu xhelle wa ala nuk ka nevojë për agjerimin e tij. Edhe Allahu xhelle xhelaluhu nuk ka nevojë për asnjë vepër tonë në atë moment. Mirë po prej rahmetit Allahu xhelle wa ala ne i ka zbrit këto dispozita që na më u afru te ai. Është e qartë? Tash kur të vjen një sezon, atëra këfjellë. Se Allahu xhelle xhelaluhu ti ka hap dyrët e mirësisë. Edhe është interesant, subhanallah, me analizu tër vitin. Allahu xhelle xhelaluhu, ja Rabbi, që i ka shpërnda qëto sezona çuditësh. Qysh i ka shpërnda qëto sezonat adhurimeve që njeriu e bën refresh veten e vet vazhdimisht. Për këtë arsye, i gjonë hoxhallarët e vjetër që kanë shkrujt për këtë mesele. Ibn Rajab el-Hanbali rahimahullah e ka një libër Lataifu al-Ma'arif fima li mawasimi al-'ami min al-hawadith. Që me thonën adhurimet sezonale në të cilë gjatë vitit që i ka shpërnda Allahu xhelle wa ala. Lataifu al-Ma'arif, që me thonën shtjellim, urtësi, njohuri rreth sezonave të adhurimeve brenda vitit. Ka ardha Ramazani. Unë prom isha të punu një farë shkrimi për dituri islame për 6 ditë të Shewalit. La hawla wala quwwata. Ndalesh, ja Rabbi. Qysh Allahu xhelle wa ala masi ta përcjellsh Ramazanin, çfarë pozite kanë këto ditë. Shkojnë këto me në rëndë, shkojnë një mujtë dë, vinë mujtë e haqit.
ditë që Allahu Gjelle wa Ala janë ditë më të mira të Zotit, nuk ka vlerë puna e mirë mas shumë të sa ka vlerë këto ditë. Do me thonë, vjen Ashura, vjen ajo. Vazhdimisht Allahu Gjelle wa Ala ty e po donë me të pas sa më afër vetës. Edhe e fundit për sot, prej çështjeve që agjerimit ndihmon ty, është se agjerimi përveç se është shkak me të rujt për mëkateve, është shkak që Allahu Gjelle wa Ala me agjerim me të rujt prej zjarmit xhehenemit. Se besimtari vëllezër në dynjot duhet me pas një mesatari. Se nga njëherë gjonë për shumë kolegë tonë hoxhallar që janë të fokusuar gjithmonë ka dënimi i Allahu Gjelle wa Ala. Dënimi i Zotit është i madh, dënimi i Allahut është kështu. Njëtën onë gjonë disa që veç rahmet, xhennet, paqe, mirësi u kry mameti. E mesataria edhe në këtë pikë është më e lavdruar se çdo sen. Mesataria është të kërkuar kadhalike ja'alnakum ummatan wasata. Na kështu ju kemi bërë juve ummet mesatar. Mesataria në sheriat nuk synohet me e marrë 1 metër edhe me batë 50 cm kne, 50 kne dhe qëto është e mesme. Ja, mesataria në sheriat është me vepru ato që Allahu Gjelle wa Ala e donë. Njeri unë këtë dynjo gjithmonë duhet me jetuar mes shpresës dhe frigës. Mes shpresës dhe frigës. Në rregull, kanë thonë para vdekjes du të me amuj shpresa frigës, se e të shku të një zot bujar. Me gjithë atë, agjerimi, kanë thonën, është asaumu gjunne. Agjerimi është mburoj prej çkafit, e pamë së është mburoj prej mëkateve. është mburoj prej mëkateve, e rrjedhimisht nëse je rujt prej mëkateve, që kjo agjerim nesër ka me qenë për ty, mburoj prej zjarrit të xhehenemit. Edhe komplet kjo kthehet ku? Kthehet te takvallahu në fillim. Se kur e kemi definu takvallahu, çka kemi thonë? Takvallahu është me marrë mes teje dhe dënimit Allahu Gjelle wa Ala një pengesë. E tash çdo punë e mirë që realizon është pengesë prej zjarrit të xhehenemit. Është e qartë? E agjerimi është pengesë prej mëkateve që rrjedhimisht pastaj çka thonë ulemoja, është edhe pengesë prej zjarrit të xhehenemit, se që të dyja, edhe agjerimi, edhe Kur'ani që ka zbrin këtë muj, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Që dyja në ditën e kiametit kanë me ndërmjetësu të Allahu Gjelle Gjelaluhu për pronarin e tij. Vjen agjerime dhe thot, e kam stopu prej hajës edhe pijes ditën nxehta. I thot Allahu Gjelle wa Ala, fashfi'ni fihi ya Rabb. O Zot, më bën ndërmjetësojën e sot për këto, edhe ndërmjetëson edhe pengon prej zjarmit, gjithashtu edhe Kur'ani, thot ja Rabbi, natën është fal. Ka lexuar Kur'an kur krejt njerëzit kanë flet. O Allah, ma mundëso sot me ndërmjetësu për ta. Edhe Allahu Gjelle wa Ala ja mundëson. Shefni subhanallah, të dyja këto mirësi i ke të mundur atash me i realizu. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që të na bëjë të mundur me prit këtë muaj të madhëruar, të madhërishëm. Na bëjë prej atyre të cilët agjerojnë, na bëjë prej atyre të cilët falin gjatë këtij muaji, lexojnë Kur'an dhe dalin para Allahut faqebardh. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.